Salmisti dëshmon, me durim e prita Zotin, a ju përkull drejt meje e përgjërimin ma dëgjoj. Lutja nuk është një thirrje në bosh lek. Ajo është një dialog i vërtet me një Zot të gjallë që dëgjon. Ne nuk lutemi me pasiguri, por me besim në premtimin e Zotit që ai dëgjon. Donjëherë ai përgjigjet shpejt, donjëherë na lë të presim, por kur, sepse na ka haruar. Zoti shpesh vepron, po aq në pritje sa edhe në përgjigje. Gjoni Gojarti ka thënë, lutja është frymëmarrja e shpirtit. Ashtu si trupi ka nevojë për ajër, edhe shpirti ka nevojë për këtë, bashkim me Zotin. Dhe në fundit një sfide. Shkruaj një lutje që mban në zemër tani. Diçka që dëshiron të mall që Zoti ta bëj. Lutë atë para Zotit, të lërë në duart e tij.